Shija e anës mundësohet nga Ciao Berto, Franke, Riso Scotti, Pasta Garofalo, Prince Cafe, Mielli Finesa, JP.com dhe uji Alkaline. Fancy, po thëma, shumë moderne, na vjen ndonjë i ftuar, ndonjë prosecco, me na i shoqe, me të dashurin. O, zoti madh. Tu kamera po të merë, hajde gëzuar shikuzve. Hajde gëzuar. Okej. Po. Ata të shumë. Thuash ma let pa dhimbjen, a thu ma bukur pa lotur, a thu ti ke me u kthye, dhe prap me qena të dy. Donika, a shiqare. Ajo, valla. Ajo? Ti për tjetër. Okej, a haj kush? Ede. Ede? Ede. Ede? Si kujtohesh. Matushi? Po. Ja humbsha zemrën. Ka humbë zemrën. Qishte. Mirëmëngjesi shikues, ka do që përna ndishin këto momente Kosovë e Diaspor, shumë dashni nga emisioni Shija e Anës, nga gjithë ekipa e Shijes së Anës. Para 3 ditëve, 17 prill, Shija i ka mbush 3 vite, edhe Ana me 16 prill i ka mbush 20 vjetë. Dy ditë lindje i kemi pas këtë ditë. Knatësi që jemi që 3 vite bashkë, knatësi që recetat e mia pëlqehen, gatuhen, komentohen. Shumë faleminderit nga zemrat që e keni përqafu këtë projekt, që e keni pëlqy Shijen e Anës, që ju sjellim rrezë dielli në shtëpitë juaja, ka do që jeni krejt që na ndihni këto momente përmes Klan Kosovës dhe kanalit tonë zyrtar Shija e Anës në YouTube jemi. Ju ftoj që na e bëni subscribe dhe nga zemra sinqerisht ju falenderojmë shumë që na ndihni. Për mu çdo të diel ma ndihni disponimin, ma ndreshni disponimin. Unë zgjohem shumë herët edhe shkruaj edhe titujt për të ftuarin për portalin e Klanit që dalin. Kënaqna me komentet dhe komplimentet, por edhe me kritikat kur i keni ju me vend. Faleminderit Flown Flower Shop që jep shumë jetë Shijes së Anës, sot jem kombinu edhe me lule, po edhe me recetën, apo edhe të ftuarën e kemi si këto lule, por e kemi edhe si receta. Para sa zbuloj të ftuarën, faleminderit Ciao Berto dhe Franke, faleminderit Ciao Berto që jemi bashkë. Prej ditës së parë me Shijen e Anës se u rënqetha në këtë moment, 3 vite, mbi 100 epizoda, mbi 100 të ftuar, mbi 100 receta, kur po e mendoj, po këto receta i kom gatu halal më kofta, sepse do më bashkë me Shijen e Anës, jam rritë qikues, bashkë me Shijen e Anës, do më kom su receta, 90% receta që i kom gatu për herë të parë, Riso Scotti, Garofalo, produktet më të mira italiane në vendin tonë. Si gjithnjë të konsumojmë produkte të mira të shëndetshme, por edhe vendore, ku vendore kemi Prince Cafe, vetëm pas pak me të ftuarën, pas salatës, po e zbuloj, kemi pikafe, a i pëlqen asoj, shija e vanilës, a e klasikës, ta kuptojmë pak më vonë, Mielli Finesa, mielli më i mirë vendora, pitet më të mira, dalin me Miellin Finesa dhe uji Alkaline, uji më i mirë në treg. Faleminderit Arnisa mjeku për grimin, s'dia po shihet, syti kam kaltër ta, bërë me ta pa ta garderobën që kemi me verë sot, ta kucat e kaltër ta, po shkojmë ta sytë, mi ka bo si në gjyrqeli, edhe Albanin faleminderit për fenerimin natyral. Por, kë kemi sot të ftuar,
E njehni dikush edhe nuk e njeh, po e takon për herë të parë. Unë e një shumë më ti përmes nanës së saj, po se kom taku hala live, po thoma, veç në rrjetet sociale edhe në ekran. Bëhet fjalë për Kaona Matoshit, vajzën e aktorës sonë të dashur dhe shumë të minjohur, dhe që na e ka zbarë fytyrën gjithandej në për festivale si në vendin tonë dhe jashtë vendit. Vajza e Adriana Matoshit. Kaona, kur e kom qitë pyetjen në Instagram, se çka do ta pyesni me rubrikën Publiku pyet, e kom shkru me presje, çka do ta pyesni Kaona Matoshin presje The Rising Star, artistja pra ylli në ngritje. E pyeta i thash, Kaona, sa filma bre ke lujtë tash? Tha mbi 20. Ko menu që është i treti kjo pasaporta, që bëri shumë buj, por mbi 20 filma për një mosh kaq të re, mund të themi që është një sukses i madh. Për ndryshe, Kaona para 4 viteve e nisi rrugtimin e saj artistik me këndim, një këngë me ritme elektronike, bomba. Edhe bashkë ka pas hija, edhe klipi ka qenë, kush e ka pas klip, një super klip, e kemi shumë simpatike. Kështu që për Kaonën sot do të gatuaj, me qenë se edhe shija e anës ka mbush plot 3 vite, jemi në pranverë, tash diçka të freskët, lezetshme dhe të shpejt, një sallat me dredza, kemi. Edhe pse drejtat i kemi edhe pak, po i kemi këto në treg pak më të mëdhaja, ta. Kemi 4 produkte, kemi baby spinach, kemi badema të pjekur, kemi dredza, po që shqisën në Shqipni lule shtryza, kemi mjaltën dhe balzamikona që e kemi nga dredza për dressing. Një recet që e merr kohë hiç më shumë e hiç më pak se 2 minuta. Sa s'na ka ardhur Kaona, kështu që unë them që të futem në kuzhinë për ta gatuar këtë super sallat. Ja, i kom pre dredzat ma herët, hajti nxjerrim prej frigoriferit. Ja. I kom pasru dredzat, pra, i pasroni dredzat, i preni veç një herë në mes, si këtu në pjatë, kështu. Dhe, para se të nisim pak ma të forta, unë pjotom si kungull e këto. Por i premtoj që është një super salat. Para se të nisi pregaditjen e salatës, po shkojmë vetëm me një reklama. Mos harroni mi live në kanalin tonë zyrtar Shianës në YouTube dhe kthehemi shumë shpejt për t'i demonstruar këtë super salat që nuk do ta hiqni nga menyja, por ndryshe mund t'i shtoni edhe djathtë po deshet. Shikoj, sa në është momenti për të gatuar super salatën, salat që i merr kohë hiç më shumë e hiç më pak se 2 minuta. E mbaj mend para një viti e gjys pa ta bote që janë salat me dredza, ka pas edhe djathtë feta, pa të më kriju një salcë prej dredzave, vaj të ullirit, kom haru. E keni në YouTube, salata me dredza shkruajni. Por kjo ka më pak produkte, është ende më e thjeshtë dhe edhe kjo është e shishme, edhe ajo shumë e shishme. Ju se keni gatu, kërkojeni, por edhe këtu, çka kemi këtu? Kemi dredza, kemi baby spinach, kemi badem të pjekur, kemi mjalt dhe kemi balzamiko nga Ponti, gjeni në marketet tona, e kemi pikrisht nga dredza, është e trarë si tekstur, dhe mezis po pres që ta pregadisim këtë salat. Pra tha shumë e thjeshtë, tu kemi baby spinach, çka do të bëjmë tani? Ja, do t'i marrim dredzat, do t'i vendosim direkt tek ena, ja kështu. Ja. Bademin do t'a prejmë në të copë, i kom ble bademat e pjekura, sepse i kemi më të shishme, a i ta marrë së një copë. Bigjita, mos harroni janë shumë të shëndetshme. Një salata shumë e shishme, bigjita shumë e shëndetshme, spanaci ka shumë vitamina, dredzat kanë, mjalta shumë e shëndetshme, por edhe bademat. E dim që bademat janë pak më të kushtueshme, po ndonjëherë do të mja plusu vetës dëshirën. Okej, edhe me bademat jemi gati, ja i kemi coptu mirë. Tani do t'i marrim, ja kështu, dhe do t'i vendosim tek dredzat.
tani është momenti i mjaltës. Ja. Mjalt. Okej, përfundu me mjaltën. Tani do të marrim krip deti, na që në Amerikan të pinch, viç pak. Që 1, 2, 3, u kry. Dhe krejt për fund, qërshia mbi tort, e kemi balsamiko një thash nga punti me dredh, që në Shqipni lule shtrydhe, e kemi të trash, o zët, ja. Dhe salata është gati, ju thash, salat ma thjesht, ma të shpejt, edhe prej ma të shëndetshme, ma të s'keni gatu që për marrë dhe një spanat që pak e ka prejkë balzamikon. Tani, wow, edhe mjalta dhe balzamiko, no comment. Tani, ja, po e shini, do ta përzijem, ja. Kjo është ju haru për pak. Haro njeri moninin, vaj më i mirë italian në treg. Monini, vetëm edhe pak vaj. Ja, pak vaj monini. Ja, kështu. E tani, vazhdojmë. Ta përzijem, ja. O, çfarire, po vjen. No comment. Hajde caki. Hajde caki. Salata është gati, koha për ta servuar këtë bukuroshe. Okej, koha për ta servuar salatën tonë, ja. Kom zgjedhur edhe pjatat e pembe, këtu i kom blerë për desert, po thash na shkon me salatën sot. Ja, kështu, o zot, çfarë salate. Shikues, kjo është salata për sot, salatë shumë e bukur, shumë elegante, shumë fancy, po të më, shumë moderne, na vjen ndonjë i ftuar, ndonjë prosecco, me na i shoqe, me të dashurin, kur të doni, ja, edhe pjatat e pembe po i shkojnë shumë, pra baby spinach, bademat pjekur, dredhza, mjalt, dhe balsamico, dhe zilja, dhe na erdhi kaona, po shkojmë po e hapim derën, e me shpresën që asaj do t'i pëlqej kjo salat, tash një salat më ndryshe, sa se kom hap derën, hajta provojmë që a kom bone qëto. Hajde, ja kom marrë pirunin, ja pak badem, pak spanaq. A vjen ajo ditë me qelu në restoran? Shala, vjen o zëtë. Keni mu knaqë, shkova me hap derën. O, qa paska qëto. Zëtë e paska shkri. O, nësë ja nisi zakonisht pa e prit, po s'po më isha pa ja... O, zoti madhë. Drezat janë ushqimi jam i preferum. Spanaqe nuk e du zakonisht, veç nuk e ki iden sa e sheshme këj kombinime. Kur ta qesh restoranin tënd, unë kom u konë, do me thonë, your best customer, që kemi po çdo ditë në restoran tonë. Këta e ki të sigurt. E ka shkri. Ka ona. Ja nisa pa ty. Qyshine, ziljan, ta shikus, ka ona, ka ku je.
Era nga thirr era e ushqimet. Era ushqimet? Prej atjet, po. Unë Po zot sa pozitive shikusa, dihet kujt i ka go. Adriana Vato, çika Adrianës. Ai çika Adrianës. Jam, çika Rilet. Mami s'e zavencoj kur, po. Ulu. Shpresoj që Ti ka pas nis me hangër. ja nisa se për den është apsa. E pas ke shkri, seriozisht e kam shumë sheshëm, tepër. Për ne me? Po na shohë shikues. Edhe me dreza. Po Nova pak me ful me shikuesit, po një pak. Se ja piste. Po na shë diaspora ka Po ona. zemër, faleminderit. Qa pisu diaspora që janë gjumet pa ty? Sot veç për ushqim po du me fol, se për një men pëlqej ekstrem shumë. Edhe nuk i dja e ke kallzu recetën apo, provon e gjithë qysh, kushdo që jeni në shpje dhe i keni se pak për bërës, po tepër e shishme. Edhe me drezat, kallzova që i du ekstrem shumë drezat, janë fruti jam i preferum. Bravo, edhe jemi gati të drezat, shikues ja pra. Po në gjithë e labdroj ushqimin tem, po haj, prap. Ja vlejmë shikus. Seriozisht shumë e shishme. A pse sa po shkojmë badimat? Së këqyra me ta marrë zanotin ta marrë me bo. Merë. Direkt. Wow, Si të ka shkoj. ona. Plumshin durt. Wow, ty të boft mirë sa me zemër pa kom gatu. A e din që përbërësi kryesor është dashnia. Me ushqim. Po seriozisht e bën ma të qeshme. Edhe pja jep energjinë pozitive. Të dua shumë, të dua pikom shikusa, të dua pikom ka ona. Para një viti e gjysë kom gatu, kom bo qështu diçka, ka pas edhe dreza, po ka pas djath feta, ka pas arra. Por kjo me badema. Edhe ajo, ama edhe kjo. Unë ku me këqyr prapë, se di që a i ke qitë veç ko me bo gjithë qyshën shpe. Dashni dhe ata dashni. Dashni. Boft mirë ka ona. Uj alkaline, uj ma i mirë në trek. Nuk di, a ke pi ma herët uj në kanace. Ama nuk stërpik, shiku. Më bezën që menova që prunë e Red Bull. Red Bull, jo, nuk është Red Bull. Hajde. Po më në shpithojve, pa ta qeli që ka qeli une. Se pithanë. I love you. E kom të një për shak të dollë sot. Hajde gëzuar. Mirë se na erdhe, shikus hajde gëzuar edhe me shikusit. Shikues, mirë se na ka arë ka ona. Mirë se gjeta. A interesant? Apo duket interesant, ujnë kanace? Po, Ha? shumë interesant. S'kom pa për ujnë kanoqe e hira por, po nice. Hajta hajdo në një drejtë që të? S'po moj, a jeto e po që s'ma pret ka goja, se nuk jam qështu senet e leta më hanë ti për shumë, po në ha shumë shpesh ka pak. Jo roll e shumë, po shpesh e ma pak. Amo qështu nuk isha nol, po thamë, nëse kishe kur të qelë restoran, që të dërë që të qysh, ju shëd, edhe ka me ndohë dhaj sa në di. Se është pa mundën pa tu, qësh me thonë, e ki talentin edhe ta një puna vjenë në sport vetë. Po, normal. Shumë pare. Shumë pare, duhet. Bot. Bot, ha? Bot. Bot, shikus. Nashta ti kishe pas paret, nuk e kishe pas që të eksperiencë me emision, e kishe pas direkt restoranin, kështu që edhe kjo e ka të mirën e vetë. Nashta nuk e kishe shiju që të eksperiencë. A sa klientin e këmbu? Sa klientin e këmbu? Klientin, po edhe tash dojnë edhe si anë, se besoj ta njuhin edhe atë anën. E njohin anën po ta më e njohin anën tonë dhe komplet anën qysh është, edhe të dojnë për ato, edhe vim për që ato. Është bëk mirë, më knatë zemra, shiku sa mirë po, sa letën të adash po. A gatun ka ona, ose qa di me pregadit ka ona, kërë gjëhet? E dita, e qysh e dita bre? Jo, ja kom që anës një video kërë më ka veç që apo do me të gatu, që nuk nuk di të bërë një buk me majonez, një... Shumë e full ka se me drezam bërë. Një tost, që Jo, jam të mësu, po, jam të mësu me gatu. Okej. Ma herët nuk e kum pas ashtu... Nuk jem kone dhënë mas gatimit, po jem të e pa vetën që ta shumë të këqyr video të dosh, që këm janis me këqyr video të tua dhe më mësu me ushqimin tënë, se për një Nisja me qëta? Po, Baby spinach, dreza, badema, palacinka di me bom. Palacinka? Edhe i bëj shumë mirë. Di pak sa në për që ato që i bëj i shkri, edhe sufle.
ëmbëlsirën, se e dua dhe jam mësu që tash për së fundit. Të jam shënduar, tani kisha pas që në pallacin ka me i provu. Ti bëj. Që provoj me badema, që tash dhe drezën, sa mirë. Po, shkriva, jem tu mënu mos me folë shumë me hongër, po s'ka. Se tash kena me t'lun, rahat me hongër. Shumë për ishkon bademe, ja. E shishme, s'po thoma. Po, zemë. Qash kemi milion shikus me hangër, sepse kemi me folë shumë andej me kafe. Po t'i shoh qërshijat. Unë thash ma ere ti e vetë një drezë qërshi. Na u pas ke kombinu sot me kuzhinën, a? E pash, po, thash. A di sa ke qërshijat? Qërë, që qërshia me qërshia. Sa bukur? Emision gatime tash me qërshi. Oh, ti e vetë qërshi. Ta, Atë pëlqen qërshijat, unë shumë pëlqen. Drezat i du shumë, ma shumë. I du qërshijat, i du frutat, po i du drezat ti për shumë. I kam favorite. Okej. Edhe i kam shumë sene me dreza, din blej lipstick ose najsen, ose qa ka me dreza, kom qa me blej. Ani, nëse shoh diçka me dreza, kom e ta blej. Ani? E ma di dalim. Hajmë diçka me akumore me dreza. Se jemi afer verës. A e do në verën ka ona? Shumë. Edhe kom lind mes verës. O, gjë mjati, unë më pranë verë. Para 3 ditëve e ka pas shia ditë lindjen. Apo? Para 4 ditëve une. I thash shikuzve 20 vjetë, une 3 vjetë shia. Qaj në horoskop? Da. I swear që e kom ditë. Jep energjin shumë, se edhe mu më shkon shumë energjia me dasha. E ti qa i? Gafore. Më shkon. My best friend është Gafore. Ta për shef. Ta hozame. High five. Kime bu bestje dhe mu. Yes. Pa hi këtu në studio e mbona shikus. Shikus, po e loj me hangër. Po e loj me hangër, po ha dhe vetë. Na boft mirë ka ona. A boft mirë. Shikusit e kanë pa recetën pak ma herët, edhe ata kanë me gatu, po me fjallë të duja përmes kamerës së cakit, aja mblenë për një me. Me ble shikus, bademat janë ma shtrejta se drezat. Aja blenë me ble bademat e me reziku me muti salat. Po gjithë qysh, qyre, unë jem tepër e zgjat në ushqim, nuk ta kom të regu qëto, po kena pas pak diri rom dakor që ka me mbu. Po, se ha këto tha, e ha këto, se ha këto tha. Se ha këto jam gjithmonë jem kone zgjat në ushqim, gjysh jam thët s'kom... Bananet, nuk e di në ku ka rungër. Shumë jem e zgjat. Edhe si të më hadë mu diçka dje që është e sheshme. Ja vlen, nuk po fuli mua lirisht që nuk kap në bëne. Se unë ko me bo vetë shpe. Ko me bo tag? Po, I swear, ko me bo qëta. Edhe ko me ta bo tag. Është dushme më tregu senet ku mi gjithë. E klikesën, ma një durata ku me tjetë? Ta zabre. Shikues, më së ndroni kanalin që ndroni me Klan Kosovën. Dhe me shia në anës, jemi live në kanalin tonë zyrtar shia anës në YouTube, subscribe. Dhe ndish një recetat tonë. Tash me e fitut edhe salatën e dytë me dreza. E para është vetëse, mund ta shihni pastaj edhe kjo tjetra. Ka unën po e loj me hangër qëtësi. Kemi pi kafe, Prince kafe pas pak. Prince, a do në klasik, a do në vanilës. Unë e du vanilë. Se nga forja dhe dashe shikus. Apo hajtë? Një të nku e thamë. Po, gjithë qysh. Thuj shikus e mos të ndroni kanalin se këtejme shumë Ok, shpejt. mos të ndroni kanalin se do këtejme pas pak. Prap me mu edhe me Arën. Mirë më njësi prap prej me e ka unës. Vanilla. Jem të e prit Arën me i vru kafet. Erda. Tihi! Erda. Hajde. Hihi! Sa nice, sa gotat e mira. Misafirja e mirë, gota e mirë. Ta zemrën, falenderit. Së është taj skafi, po. Hajta është pak ma fancy. Mirë më njësi, edhe mirë se na erdhe prap. Mirë se gjeta. Fryje pak përna përvlosh. Qa tutna që shtu se ti për jem klingji i rëzoj senet edhe i dirë shumë. Më ma fry këtë gotë. Triple kime pagu. Nuk e thaj jo se më përqeka dhe mu. Djegna one. Fryje pak. Po, qa, pres pak. Hajde. Po, dhe. Prince kafe është ma e mira. Ta zana, se që reklam. nuk e dëshoj që ta për pres pak. Në mirën që kamera po të menë. Hajde gëzuar shikuzve.
Hajde kësuar. Okej. Sa dhe shiku su pin kafe me neve ka ona? Po, më ngjas. Me i qelë syt. Po pra, ka ona? Hajde pia. E mirë? Pak. Shigues për ndryshe, ka ona vajza aktore sonë të mirë njërë dhe shumë të dashur, shumë pozitive, Adriana Matoshi, dhe pse ta që kemi edhe putete, i ka i politikës, mami. A ka pëlqy ideja që ka i mami politikës? Po, ju ka vyt besoj për qatë ko pak. Okej. Ju ka vyt. A i ki votu mamin? Po. Sa më puno. Re, mami. Edhe pse e re në mosh, a i bone 20, Pes i bëj këtë vetë. A po? Po. Okej, mirë. Se plot e menojnë, po, dhe tash pak mos ma nisë e re. Po jo, të tash. Bileti sa pas pak- ke menu 20, plot Po. më tojnë 17, A 18. po që dhe 15 i kisha dhëmë, po e kom ditë që je 20 e anej, po ose kom ditë që 25. 25 Edhe mu po mi japi 28. Po se Kam 28. Nuk po du me të pyt. Kallzoj mas Se kamerave. që nëse s'du as me festu ditë lindjen. S'ka lidhje, a Se po a? shpirtis një mosh. A, të lutem, bravo, a? Nonën artiste, qika ma artiste së nona? Po, mami është artiste, tash të jonë shqyqyre kam atë shembullin si në shpes, si qësh me thonë e kum pas të rritën kohën për para, edhe qka të që unë tash të jam, është normal vlerë e shumë e madhe e mamit. Ka mami shumë në dorën të. Bravo, sa mira, knaci. Edhe jeni si shoqen. Jemi shumë, është fakt shoqja jeme e vetme. Shoqja jote e I vetme? kështu që e kam për gjithë shka, se kam shoqe, e kam ato shoqet e fëminisë normal që nuk prishët e shoqni kur, po mamin e kam tamam për gjithë shka. Shumë shikues po na shohin këto momente, diaspora, që përshëndesim diasporën. Përshëndesim diasporën. Përshëndetje diasporën. Zotë djel janë me ne dhe sot janë zgju për ty ka ona Matoshe. E lërësoj shumë, shpresoj që kam ju pëlqy intervista. Ti ke Edhe një- ju du shumë. S'ka, pa diasporën s'ka. Ke një zë shumë të bukur. Para 4 viteve erdhe me një këngë të vetme, ritmi elektronik, genre elektronik, bomba. Një klip, atje artiste, një super video klip ku pas një shumë. monolog të sytë tu me kamerën aty, edhe një këngë shumë interesant. Pse ndalova me kaq? Po, e kom thonë edhe më herët që mu ka vyt shumë ajo ndalis me bo, nëse nuk e kisha bo, nëse qatë stop, menoj që nashta suksesin e kisha mri edhe ato famën e krejt që vinë me to, po lumëtunin mrena vetës nuk besoj që e kisha gjetë se unë menoj që njëherë dohëm pak me gjetë paqen ato mrena vetës, njëherë para se me dal jashtë në botë, ose para se ti me qitë vetën tonë dhe të tjertë. Njëherë menoj që dush me gjetë vetën tonë dhe për një me kush është, që edhe nëse kime metë pa kur gjë heq, prap ti kime konë rahat me qenjen me vetën. Unë kom dëgju ty këndut, kom dëgju edhe Shqip. Bile ditëve të fundit, Instagram më doli një video e jotë, jam me vargjët të madhit, Muharrem Qenës. Po, Ata të qojnë, të lutem ma. po dhe në kënu. Pa tjetë, o zë qfar zoni e ka, që kus po të marrë në Okej. syshtë, preki hunën shqip. To zemrën. E Hajde. kënoj, që Hajde. se jo, edhe Ha? pak fëto, po e kënoj, pa tjetër. E kam shumë, hajtë. A ma ndimën? Ta ndimoj. Një, Okej, hajtë Dë. bashkë. 3. A thuash malet pa dhimbjen, a thu ma bukur pa lotën, a thu ti ke me u kthye, dhe prap me qena të dy, a thu më shfati i tillë, a thu e gjithmon me vujtje, a thu e ti do të më kthehesh, dhe prap me qena të dy. O zë qfar zoni. O zemrën, faleminderit. Hajde pip kafe pak, o si e normal. Të nëzijam. Zvarë edhe Të njerë. dua, faleminderit Knaksi që je shumë këtu. për ftesën, u knaqa shumë me ty. Sa zotë bukur ke aqë zotë bukur, nuk të vjen instrumentali mrapa. Nuk Unë e të kam vjen pak- instrumentet muzikore ty. E kom pak halojem të dojë si përfaqe këtë punë me zoe, me ashtu. E kom as siklet me knuse me aktru para tjerve. Nuk e di pse, halo, nuk është puna e... Zoni jëtë shqip po shkon shumë. Faleminderit, shumë faleminderit, e vlerësoj.
jam të mënu me u marrë me muzikë, me vazhdu vete përmende edhe kongën që po e kom ndalë ma herët edhe nuk kom vazhdu me muzikë. Se për mu është shumë e rëndësishme me thunë diçka në kongë. Çka do që të bëj? Edhe nëse isha kon nëse isha kon për shembull, nëse kisha shkruajt film skenariste, kisha dosh me kallëzu një histori, një ngjarje, një diçka që nashta për me u përfshi me emocion, një diçka personale temën. Edhe për ato une fillova me muzikë, po në atëherë nuk kom pas edhe shumë, nashta kom pas çka me thonë, po nuk i kom pas une vetë, nashta se kom analizu periudhën e jetës tem sa dohet. Edhe për ato unë kom dasht me ditë me nxjerr diçka prej jetës tem, prej aty të bazona dhe inspirona, s'kam ku tjetër, edhe tani emocionet me i përqu të tjerë. Sa e kurrështare për me zbulu gjana të reja një? Sa e kurrështare? A je për tace, a je Dembelic? Hajt bre, hajt mujnë tjetër. Jo, në fakt, qëre, unë e ton kohën jam të bu diçka. Nëse nuk jam të bu diçka me trupin, ose nëse nuk jem të punu diçka, menjen gjithë qysh që është në funksion edhe. Fakt, kohët e fundit, ma shumë kom shti menjen funksion se sa trupin. Do më tonë ashta ma shumë kom menu se sa kom bo dhe më ka vyt kysa shumë. Edhe, po, jam shumë kurreshtare, du shumë me ditë qka do që mu ma tërhek vëmendjen. Kom qef me ditë senet në thelb. Për shembull nëse du muzikë tash, kom qef muzikën thelbësisht me njoft, ose me hin histori muzikës, ose shumë senet, qka do që vjen tani bashkë me to. Dyat, mos i le, edhe aktrimin, edhe këndimin, edhe të shkanë. Aktrimin ashta për arsye se jam kun ma e përfshime shumë të për një kohë ma gjatë. 20 filma, bravo! I kam falenderit shumë, falenderit, pra po thomë është nashta edhe filmi parë mosha? Spot ka qenë 2 vjetë, i kam pasë. 2 vjeqe? Po. Spot ka qenë tani është një film 3 vjetë, në duket që i kom punë atër nuk i moj shumë në men. E dini, i parit ashtë që për mojnë men, nuk unë i kanë hysaj, i kom pasë 4 vjetë atë. Filmi ka una, dhe ja kalon emrin e filmit ka una, se i ka pëlqy shumë emri, po. Edhe masane i kom vazhdu ashtu, po i fundit, ara pasaportës ka qenë Hajve. Po me Hajve. Që është shkoj deri në Oscar? Po. Edhe i ka qenë me sukses me. Kishe emocion? Po, kom pas emocion. Unë në fakt, unë pres shumë. Pres suksesin, unë jam me hapë për gjithmonë për sukses, edhe nuk çuditna kur më vjen suksesi se gjithmonë i thëm vetës që jem kriju në ashta për diçka dhe e pres qëfar do mënyre që më vjen. Kështu Hajve, po, ka qenë filmi që ka shku në Oscar. Normal që është sen jo veç për mu, po edhe për krejtë Kosovën si ven, ka qenë një arritje shumë e madhe. Edhe kështu, në fakt prej Hajvit masani pauzova. U kry filmi edhe unë e vendosa pak me pauzu. Edhe me u rikëthy tani me një sukses që tash që e kom dasht, po kom dasht me zgjedh nashta diçka që e di qysh tek botë, se jom konë shumë selektive masanej, edhe erdh ky filmi tjetër pasaporta e kom ditë që kam u konë një sukses i madh që kam e prit edhe e kom pranu, edhe kom dasht me u rikëthy, kom mendu që po shkoa me u rikëthy. Bravo! 25 vjeqe, por trunin, bravo ka una! Këtu i kemi një orë të zallit. Po e kthej, kur është ka una orën e zallit, qka me ndonë? Mi kry punë ma shpejt se shkan që ajo argjohet. Dikujt si bëm për shtypje veç. Dikujt si bëm për shtypje. Se në sikletovna kur është të hargju, aden, se shkoj koha. Okej, këtu kemi një dhurat për ty. 20% zbritje kupon nga Ciao Berto. Dhe 25% zbritje po ashtu nga Ciao Berto, por nga teknika franke më e mirë që aty kesh të thonë ku ta kom po drekën sot pashpore, kemi punu, po shumë falenderit. Kur do i ke pa afat, të ka pëlqy naj fotele, do në mendru kuzhinën, etjer. Shumë falenderit. Qka do që të pëlqen, mirë se vjen. Ka una kanë arë shumë pyetje nga publiku, kështu që pikat shkurta për pasaportën. U mirë prit mirë, u komentu, ke qene për intervista, eksperienca jote aty, protagoniste kryesore. Shumë
kom kalu mirë edhe kom shiju tepër shumë këtë periudhë. Ka pas shumë sukses, edhe po si veç filmi i dytë i Eduardit, ka pas shumë sukses të madh në fakt. Ai hala është normal te fillimin e karrierës tij, po mendoj që ka pas shumë më shumë sukses nashta se sa që u prit ose se sa që kam pas regjisor tjerë. Edhe për këtë e vlerësoj. Ndryshe, unë e kom shiju tepër shumë si eksperiencë. U kon diçka që e kom thonë që nuk më ka ro me përjetu ma herët rolin edhe skenat që a i kom bo edhe tjerat. Tashte, po, mas pasaportës jem pranu edhe me një film tjetër. Bravo! Po, më kam ftu bashkë me motrën, në fakt, bashkë me motrën e vogël, edhe me nëzi po presë, se edhe kjo është diçka e re për mu që me nëzi po presë bashkë me Pinejen me bo filmin. Hajde shumë suksese. është Made in Kosova? Po. Made in Kosova. Ka nërë pyetje shumë nga publiku. Do t'i përgjigjesh? Po, gjithçysh. Hajde. Shuajmë shikues me pyetjet e publikut, sepse pastaj kemi edhe pak minuta dhe jemi drejt fundet. Të jep mamin katon. O, zoti ma. U shkri. Po, se këqyrë mrena, krejt pak jena të katunit mrena. Kështë që. Po, e martë jam. E kanë marë, në vjen keq. Kur është filmi radhës? Filmi radhës, po, vi që thashtë që nuk e di kur kanë më kongjerimet, po kjo është me motrën. Okej. Çka t'ka frymëzu për me ndjek fushën e aktrimit, je shumë e bukur ka una. Faleminderit shumë kurdo që ka bo këto. Ka frymëzu, ka nis njëre me imponim, në fakt. Me imponim të mamit, se s'ka pas qysh ndryshe, se unë jem konë shumë e vogël për me këqyrë qa më frymëzon ose diqka. Edhe masane ka vazhdu me dëshirën tem, normal. Unë e du shumë botën e artin, unë ku mujt masane ma qysh me i ikë, se unë veç që mbo pjesë e asaj, edhe tani s'kom pas qysh me i ikë. Kështu që jam përshtat tepër shumë edhe s'kom qysh ndona prej saj ma. Po, valla mos u largo, se edhe kamera po dënë, zonin e ki, pamjen e ki. Faleminderit. Shpirtin e ki mbi gjitha. E vlerësoj shumë. Të falja kush e rinkës? Donika, ashiqare. E jo, valla. Ajo? Di për tjetër. Okej, ahaj kush? Ede. Ede? S'fi kujtohesh. Matushi? Po. Ja hungsha zemrën, po qishte. E duhet. E do në shokin tonë, super djolla. E është tepër shumë. A ki fërë, me të mëdhaja? Ka, tha e martjom. Ja, po e kam jem në lidhje. Po, bravo. O kam qef jetën private me majtë private. Pa tjetër, krejt kemi që, kështu që të shkoftë si mjalta, që shta bona atë salatën. Faleminderit shumë. Ku e shë ka bona vetëm 50 viteve? Nuk kam qef shumë me i tregu ashtu planet që a i kam, po kam qef me full suksesi e ma shumë. Se nashta senet qka unë i shofjon shumë atë mdoja se tjetër kush qka mënët me i patë e unë, edhe kështu që jalo kos edhe nuk du me prish atë magjin e andrës. Cili është i pari që e ke marë prej mamit? E thëmë shumë, ajo qëtësia nashta dashnia edhe respekti për tjertë. Që ka mamin unë e gjithë unë e kumë pa shumë të hapën, shumë dashur me njerës, edhe unë jem ashtu, shumë e hapën, shumë e dashur me tjerë. Nuk po du me e prish këtë energjin pozitive, por krejt e din, krejt shqiptaria që mamin një kose ke pas mirë me shëndet. Po. Edhe krejtve nga ka prejk, a ki pa edhe dikon që nuk e njojmë kur po i shojmë postimet Facebook, ta ndihmojmë dikën a po i ndihmojmë, po bomi, po mobilizomi, etjere. Kur kuptove herën e parë që mami nuk është mirë me shëndet, qka mendove, qka the, qka u lute? A mëj veç please, diqka se unë griva, jetu më po T'ja binë setrën. Që ka unë, Falem se e mërë dheft. I fajtë edhe i kanal zemet shikus pranë vera, po harojnë që edhe prill robora. Stashem. A e mirë së? Po, super qep. Super. Edhe haroma pytja shikus. Qa ke pytja? Pytja ke... Ha, për mamin, po. Për mamin. Prapë se do. Që se ke i ditë operacion? Po të për operacion po hajnë? Po, për operacionin e parë nuk e kom ditë. Operacionin tjetër, se ta është 3. Se na e këthejna pak edhe në hajgaren shpekto. Mami në faktu në majnë menë që gjithë para se me shku më operu, ajo e ka këthy tepër shumë
Nashta për neve mos me na po që jena në siklet, ajo ka këthi krejt, nuk ka dosh me na rëndu nashta. Që kjo e ka dha dhimtën e vetë me një farë anë se ajo gjithmonë mundohet neve me na qitë partë dhe i qatë ndjenja tona para saj. Ska me Adrianën. Po. Kjo ti çfarë mami ki? E vlerësoj, faleminderit shumë. Edhe lumë ajo çfarë fëmijë ka, Faleminderit. Tjertë si një prej fotografive, Tjertë në matë mirë se unë, e dija. Sa modeste shiko. I dëshiroj mi uroj mamit 100 vjeç. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Do ta mbyllim emisionin bashk. Unë dëshiroj shumë suksese. Kisha knatësinë që të pata ka unë Amatoshi, u bësh një emër ndërkombëtarisht i madh. E meriton, je shumë pozitive, e keni shkëlqim të sytë që keme të. Edhe kur ka një shikues në studio, unë ty gatu të oj, ta çfarë energjie. Shumë, edhe ti ki shumë energji. Shumë. Për një me e ki ashtu për qënë pozitivitetin tepër shumë. Shikuesit më na shohin këto momente, dhe të shkojmë në bllokun e fundit marketingut. Me fjalët e tuaja, mos ta ndrojnë kanalin sepse kthehemi shumë shpejt. Hajde. Shikues, mos e ndroni kanalin se kthehemi pas pak bashkë me Anën. Prap. Dë, tre, shikues, si dy bashk, moderatore, a kështë pas dëshirë më të në emision? Ose disa kësha mujë që ka shmirë sa te me bove që... Ma mirë, ha? A kështë dosh? Po kësha dosh, se jo me gjithë qafë. A të zëllojnë, edhe? Ju, a në safire dhe shikues, shumë knatësi që të pota. Shumë knatësi me konë pjesë e emisionit bashkë me ty. Shumë falë. A kalove mirë? Shumë mirë. është mërdhi, s'ka faj se i kanal zemja, pranë vera. Flon Flower Shop, a e knaq, a i shumë. Flon Flower Shop, falinderit që e pi jetë, që më falë lule sa interesant. A thu që kanë emrin këto lule? Lule... Që po ta jap një tulipan. Që ta një tulipan, po, ta o zemrën. Hajde dali për Thank you. Ciao Berto, Franke, Scotti, Garofalo, hajde më të tjera ty, hajde. Okej, menua që u kry, Prince Cafe, Finesa, Alkaline Water, Franke. Ciao Berto, Scotti, edhe një harruva, po s'pe. Garofalo, pasta italiano, hajde Garofalo. Ashtu. Për mu, Albani për flokët, se mu kam prish, në i fënirim natural, Arnisa mjeku për grimin, po sa interesant si të kajqët, ëllë ka bo. Shumë bukur, po ty kush ka regullu sot? Në vetë. Vetë? Hajde dhe një ka roshollojmë shikut, ja. Super simpatika. Këm qef për shumë procesin e bëmës gati. Qfar fjonga? Unë jam shumë detajiste. Jo, janë voth. Voth? I kom vënu si fjonga. Ti ki vënu? Po. A dhe qepe, që shpirt artisti, shikus. Kemi një dhurat për ty. Prit pak. Ja, që qëtu e kom dhuratën, opa. O, ta o zemrën. Edhe qëtu e kom një dhurat. Sa e kujdeshme je. Atëre, nga Prince Cafe ke disa lloje të kafeve, ki filxana, etjer. Salatën që e hangre, e ki balzami kon, i ki pastat Garofalo, I love you, faleminderit shumë. Shka shikuzve që kanë qenë sot me ty ka ona. Shikuzve për ju thonë faleminderit shumë që e keni po intervjistën edhe që keni najt bashkë me neve, ju dua shumë se cilin që keni najt deri në fund të emisionit. Edhe unë të dëshiraj shumë suksese në refsh në Hollywood. Ta zemrën. Apo pim kafe ta, ma ka hangër sot zemrën, një të shinë herë ma i hangër zemrën. Falë, jam pak e zërshme, Jo, shumë mirë, të na hojmë zemrën në Kosovë, kështu, pak kështu ma ka... Po, dhe? Menua që ta ku më hungër zemrën që të ku më bu nervoz. Ti nervoz të që e normal, a e bon të në herë na i ko nervoz, a? Ta është me zgjedhit ushqimit që e kom tomi që nërë, po e ha zemrën shumë se e kom fjallë dashurje. Apo shkoj me pi kafe. Ta hadon të zemrën, t'ja hajmë zemrën kejtë shikuzve. Do ikim të pim kafe? Po. Ku po pim kafe? Ku dushte, se s'di. Hajde, ku t'ki qatë, po shkojmë. Ta zemrën. Pra, për fond. O, t'na shone!